Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka përshëndetur aktin e të riut shqiptar Elton Zefi, i cili shpëtoi një 85 vjeçar, i cili ra në lumë me makinën e tij dhe rrezikonte të mbytej. Kryetaria e Qeverisë italiane shkroi në Instagram këtë të shtunë se jeta e një personi arriti të shpëtohej falë guximit dhe altruizmit të riut shqiptar, të cilin e cilësoi si një hero. Elton Zefi, 32 vjeç, nuk hezitoi as për një sekond kur pa një makinë të zhytej në ujërat e lumit Battaglia në Padova. Ai u hodh menjëherë në ujë dhe arriti t'i shpëtonte jetën një biznesmeni 85 vjeçar, i cili rrezikonte të mbytej brenda automjetit të tij. Ngjarja ndodhi të njëjtën më 20 nëntor, pak pas orës 11, Giuseppe Salvalaio, një sipërmarrës i njohur nga Padova, humbi kontrollin e makinës dhe përfundoi në kanal për arsye ende të paqarta. Automjeti nisi të fundosej me shpejtësi ndërsa Salvalaio mbeti i bllokuar brenda në gjendje shoku. Në atë çast, Elton Zefi, i cili atë ditë festonte ditëlindjen, pas skenën dramatike dhe u hodh menjëherë në ujë, bashkë me një tjetër burr që ndodhej aty pranë. Ata tentuan fillimisht të thyenin xhamat e makinës, por pa sukses. Zefi tregoi më pas se kishte arritur të dallonte dorën e të moshuarit nga sedilja e pasme, ku xhami kishte mbetur i hapur. Aty ai kuptoi se kishte shpresë. Pas disa përpjekjesh, i lodhur me këmbët e mpira nga të ftohti dhe duke rrezikuar të mbytej edhe vet, ai vendosi të bënte edhe një përpjekje të fundit, dhe ajo përpjekje u shpërblye. 85 vjeçari arriti të dilte nga makina dhe të nxirrej në breg. Pak çaste më vonë mbërritën edhe ekipet e ndihmës së shpejtë, ndërsa i gjithë momenti u regjistrua në një video që qarkulloi me shpejtësi në rrjetet sociale. Burri i moshuar u transportua në spital ku mori kujdes mjekësor dhe është tashmë jashtë rrezikut për jetën.